qenë sinqert, në fakt, besoj gjithë vajzat që ishin në parlamentje, gjithë gratë, po jo vetëm, mendoj edhe gjithë gratë që janë angazhuar në parti, qoftë nga opozita, qoftë nga majoranca, ditën e djeshme, qoftë me atë që dëgjuan pa mikrofon, qoftë me atë që dëgjuan pa mikrofon, me siguri nuk e kam pas kollaj të zëri gjumit djetarët. Edhe këtu sigurisht bashkohem me vajzat e juaja, zonja Vokshi, bashkohem sinqerisht, sepse gjithë ne kemi në shtëpi, unë për vete nuk kam fëmijë në shtëpi, po kam prindër, kam një bashkëshort në shtëpi, i cili sigurisht dëgjon çdo koment që thuhet për mua, kështu që realisht ju mirëkuptoj edhe ju qasem me zemër në situatën që ju keni kaluar. Megjithatë nuk bashkohem me çfarë tha kryetari. Mendoj që ka ikur koha që ne gocat kërkojmë falje për burrat, s'është ky rasti. Mendoj që burrat janë zot mjaftueshëm, të kërkojnë falje vet, edhe të kërkojnë ndjes vet për çfarë bëjnë, se jemi bërë te kjo situata që e gjejmë veten ngrije mundesare dhe kërkojmë falje për çka kanë thënë kolegët tonë të partisë, nuk është rasti. Mendoj njëjta gjë vlen edhe për ju, kështu që unë nuk e kërkoj ndjesën nga ju zona Vokshi, as nga ju zonja Zhupa, po patjetër e kërkoj ndjesën nga kolegët tuaj të partisë, sepse ditën e djeshme në fakt i kam tërhequr vëmendjen dhe kolegëve të partisë time. I kam tërhequr vëmendjen sepse u dëgjua dje një fjalë që unë me thënë drejtën nuk ma lejon kultura, edukata ta përmend këtu. Nuk e them dot unë atë fjalën sepse më kanë mësuar që kur kam qenë në shkollë e vogël, që atë lloj fjalori nuk mundesh ta përdorësh. Nuk mund ta përdorësh as kur je me shok, jo më kur je në një komponent publik dhe kur je në sallën më të lartë përfaqësimit të vendit. Dhe të përmendësh atë fjalë që më besoni, po ta dëgjoni videon, fatkeqësisht për gjithë neve, ajo fjala dëgohet kaq qartë se çfarë fjale është. Dhe pash gjova dhe kolegun Erjoni këtu, që dhe ai nuk arriti do ta përmendë atë fjalë, se me thënë drejtën jemi mësuar dhe e thash të gjën edhe me zonjën Zhupa kur ishim te takimi i miqtë e fëmijëve, përmenda që jemi mësuar me komente anonimati që na vinë për rrjetet sociale dhe nëse bëjmë një analizë shumë të mirë të rrjeteve sociale që kanë gratë deputete, pa dallim partie, dhe burrat deputet, jam e bindur që gjithë e dini që fjalorin që përdoret ndaj grave deputete nuk ka lidhje fare me fjalorin që përdoret ndaj burrave. Fare, absolutisht. Dhe mua s'ma lejon edukata që të lexoj një apo dy nga komentet që i bëjnë zonjës Vokshi, një apo dy nga komentet që i bëjnë zonjës Zhupa, mos po futem fare pastaj te Sara me thënë drejtën se e di që është rënd, nuk po futem as te Zhineja dhe nuk po futem as te vetja ime. Po ndërkohë jemi pikërisht ne si gra që shpesh herë ndahemi në për këto situata, nuk bëhemi bashkë në për këto situata, themi pse ky kështu, pse ai ashtu, sepse nuk po dëgjojmë, ndërkohë dje me thënë drejtën me të ndjerë apo me pa të ndjerë, se nuk jemi askush që ta gjykojmë a ndjeu ose ndjeu, të paktën 3 herë ndje zoti Balla e kërkoi. Unë akoma bashkë me kolegët e mia këtu vazhdoj dhe nuk kam një ndjes nga kryetari juaj i grupit për fjalinë që tha, jo vetëm për gratë socialiste që ishin në sallë, po për gratë socialiste që janë anë mban vendit, sepse fjalia ishte pik të partisë tuaj. Dhe pik të partisë tuaj, me thënë drejtën, jemi shumë gra që jemi pik të partisë tonë. Dhe kjo fjala na prek gjithë në mënyrë drejt për drejt, dhe unë nuk e di domethënë se si vajza Sarës, mamaja Zegjines, mamaja e Visit, kryetares tonë të forumit gruas, apo gjithë prindrit tanë për shtëpia janë ndjerdje, dhe jam e bindur që dhe fëmia Inës po ta kishte dëgjuar një fjali të tillë, ndjes që po përmend fëmijën tonë, po nëse do kishte dëgjuar një fjali të tillë, patjetër që s'do ishte ndjer mirë. Kështu që këtë ndjesën, unë e thash edhe dje, vazhdoj dhe mendoj që me apo pa mikrofon, fjalët cënojnë dhe rëndojnë njësoj, dhe ne i dëgjojmë, jemi në atë sallë, i dëgjojmë çfarë na thon kolegët tanë. Dhe ka ikur momenti që burrat të shahen me njëri tjetrin duke sharë gratë respektive. Nëse kanë diçka për t'i thënë njëri tjetrit, bujrum le t'ia thonë njëri tjetrit. Nuk kam se përdorin si mjete vajzat dhe gratë, se me thënë drejtën e kemi kaluar atë kohë, kemi kaluar edhe ligje plot për barazinë gjinore, kështu që është e pavend që të kish përdoremi, dhe kur them kish përdoremi, sërish edhe këtu nuk po bëj dallim me partia. Po flas për të dyja palët, sepse mendoj që në të dyja incidentet që ndodhen dje, ishte ngjashëm zotria juaj, kryetari juaj i grupit, në vend që t'i referohej zotrisë së grupit tonë, në fakt t'i referohet vajzave dhe grave të grupit tonë. Kjo tani, unë s'kam fjalë për këtë me thënë drejtën, uroj fort që kjo t'jetë një mësim i nxjerrë nga gjithë kolegët deputet, edhe që për herë të parë kemi një parlament ku
vajzat dhe gratë respektohen, se pastaj nuk mund dalim dot nëpër Shqipëri dhe themi pse ka dhunë kundra grave, pse ka vrasje të grave, po pikërisht jemi në parlament, jemi në sallën më të lartë të vendit dhe po japim shembullin më të keq të mundshëm. Uroj fort që të mësojnë kolegët tanë burra dhe të sillen më mirë në të ardhmen. Zoti Pashaj, zonja Zhuva. Ju falemnderit për fjalën kryetar, ju falemnderit edhe për paciencën që po keni. Për flokët e bardhë që kanë zonja Vokshi, do mundohem t'ju kërkoj një herë për 1000 herë fjalë, dhe po t'isha Superman për atë që ka ndodhur dje në parlamentin shqiptar, do t'i bisha botës rreth e qarkut dhe ta ndryshoja atë ngjarje. Por sinqerisht ndjem keq sepse kolegët e mia dje më thanë që ku ishit ju burrat. Dhe i thash, unë isha burr se heshta. Dhe heshta ime nuk do të thotë që unë do të kem dhunë. Heshta ime foli më shumë se sa ajo dhunë që u bë dje në parlament. Dhe ju lutem, ka ndodhur çka ndodh. Dhe ne nuk e zhbëjmë dot. Por do ta vazhdojmë kështu. Kur unë seancën time të parë janë ndjemi i keq kur zonjës tun kraj kanë thënë Miss Burgu. Ju lutem, unë nuk do të zgjatem shumë se nuk kam si të zgjatem shumë në këtë gjendje që jemi. Por do ta vazhdojmë me këtë dhunë verbale. Nuk do marrim një iniciativë gjithë siç jemi bashkë. Nuk e di, dhe një heshtje për para grave që janë në parlament. Që ne si burra ajo heshtja jonë të flasim më shumë se sa dhuna që kemi në fjalor. Unë prandaj ju them, hajde ta marrim këtë iniciativë që me heshtjen tonë për para gjithë grave të parlamentit të përulemi dhe të tregojmë që jemi burra. Nuk është burrni të ngresh zërin. Nuk është burrni ta drejtosh me gisht një grua. Unë ju kërkoj dhe një herë fjalë për flokët e mia të bardha. Dhe zonja Zhuva, shpresoj të marrësh shembull sot në mënyrën se drejton Zoti Ca, Zoti Igli. Po jo, leje si filloj, po të lutem inshallah me shembull që të na japësh fjalën kur nuk themi, edhe për themi për procedurë. Ju falenderoj. Zonja Vokshi edhe një herë ju falem. Zonja Zhuva dhe zoti Lajo pastaj. Faleminderit kryetar. Në fakt, unë erdha dhe e solla si shqetësim, e solla besoj në emër të gjithë parlamentarëve, të atyre njerëzve të përgjegjshëm që e mendojnë parlamentin si një arenë e debatit politik. Qasja përgjithësuese që përpiqen të kenë kolegët e mazhorancës është në fakt mënyra më e sofistikuar për të mos mbajtur qëndrim për rastin. Dua të sjell në vëmendjen tuaj që jo për të shfaqsuar njeri, sepse gjithsecili jam dakord me atë mban përgjegjësi për veprimet e veta, por dua të sjell në vëmendjen tuaj që 17 organizata kanë reaguar për gjuhën fyse të asaj kolege që përmendi zoti Malaj. Që unë nuk dua të merrem me... Dhe janë organizata prestigjioze. Janë Komiteti Helsingit, Westminster Foundation, janë organizatat më prestigjioze në Shqipëri për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. E solla si shembull për të thënë që nuk mund të krahasohen e pakrahasueshme. Zoja Mila që unë e kam përballë, kolegët e mi, se ne patjetër që e kemi diskutuar edhe me njëri tjetrin dhe kemi unë personalisht kam kërkuar edhe shpjegime për të thënë që pse kjo apo jo, ka qenë gjithmonë akuza të një natyre politike. Natyre politike që janë bërë edhe burrave në atë sallë për kauzën që Partia Demokratike e ka vërtetuar edhe nga raportet e OSBE-Odirit që lidheshin me lidhjet integrale që mund të kenë grupe të caktuara në mbështetje të deputetëve të caktuar. Pra, unë nuk po them ekzistojnë apo nuk ekzistojnë, po them që natyra e akuzave ka qenë akuza politike. Dhe elementi nuk justifikoj asnjë si jam këtu për të justifikuar njëri, thash që secili mban përgjegjësi. Por kjo përpjekja, edhe ajo që solli në vëmendje zoti Pashaj, Burgu e tjerë, ka qenë se ka qenë me votuara në Burg, pra ka qenë një akuzë prap politike. Po ka qenë prap një akuzë politike. Jo fare, ka qenë një akuzë politike. E lën këtë, sepse mu duk komisioni sikur shëndrua
në atë qaj 5 minuta, kështu që e lëm këtë tani vajtimin për ngjarjet përgjithësuese të kuvendit. Unë mendoj se qëndrimi i kësaj ngjarje është komplet i ndryshëm. Zoti Balla nuk ishte asnjë akuzë politike. Zoja Vokshi nuk ka përdorur ndonjëherë në atë kuvend gjuhë denigruese as ndaj zotit Balla, as ndaj tjetrit që të ishte kundër përgjigje, sepse nuk mund të barazosh kundër përgjigjen me një akuzë direkte pa ndodhur asgjë. Se patjetër në një sherr mes meje dhe zotit Mara, nëse ai më ofendon apo nëse unë e ofendoj, mund të eskalohet edhe për shkak të nxehtësisë momentit, por nuk ishte rasti. Nuk ishte rasti. Ky ishte një gjuhë ftohtë parlamentare e drejtuar drejt për të cënuar dinjitetin njerëzor të një deputete. Dhe nëse do të fillojmë, dhe me këtë e mbyll, nëse do të fillojmë që në çdo rast t'i kthehemi rasteve të mëparshme, duke thënë se kështu ka ndodhur edhe me këtë dhe me atë, nuk do të mbajmë kur qëndrim konkret për rastin dhe nuk do të rifillojmë një zakon të ri apo një mundësi të re në kuvend. Nëse do të vazhdojmë kështu, për të justifikuar çfarë ka ndodhur, se kështu mund t'i kthehemi dhe parlamentit të 92-shit, të 97-s, edhe të fillojmë gjithë historinë e parlamentarizmit. Tani, jemi këtu ku jemi, të mbajmë një qëndrim si komision, dhe unë e vlerësoj qëndrimin e kryetarit në fjalën e tij, të mbajmë një qëndrim, të distancoheni, të kërkojmë mas ndaj antarit të këtij komisioni, të gjithë së bashku, dhe sigurisht unë do të jem e para, por secili nga kolegët që në rast se do të ketë një gjuhë fyse seksiste edhe të kolegëve tanë, të mbajmë një qëndrim. Por sigurisht unë nuk mund të barazoj fyerjet për fyerje, thjesht se dua të fyej me akuzat politike për shkak të një betejë politike. Dhe më vjen keq dhe me këtë e mbyll, më vjen keq që ne të diskutojmë dhe të harxojmë kohën e debatit parlamentar për ngjarje të tilla, të cilat nuk duhet kishin ndodhur fare në një kuvend normal. Në një kuvend normal diskutohet për ligje, diskutohet me argument politik, dhe kur nuk bie dakord me kolegun, i përgjigjesh me argument politik dhe nuk i përgjigjesh me fyerje, me denigrim, me cënim të dinjitetit personal. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Zhuba. Edhe njerë mirës që to qëndrime që mbajtëm nuk i bëm asiri nga ne që të qajmë 5 minuta. I kishim të sinqerta. Plas në emër të paktën kolegëve